Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se kryeministri Edi Rama dhe zyrtare ministrat të tij kanë lidhje me narkotrafiket e Arubas. Ai tha se në vitin 2019 ata kanë udhëtuar drejt këtij vendi me charter, ndërsa shtoi se ato kanë lidhje me këto organizata terroriste. Takimin famzi të Arubas, që u bë midis qeveritarëve shqiptar dhe grupeve të fuqishme të narkosit shqiptar dhe ndërkombëtar. Tashmë, ky takim nuk është vetëm kronik e mediave shqiptare, nuk është vetëm denoncim i Sali Berishës, i cili në atë kohë po të bërni një check-up të kronikave tuaja, të lajmeve, i ka mështruar drejt për drejt pyetjen Edi Ramës, ke marrë pjesë ti në takimin e Arubas apo nuk ke marrë? Takimi i Arubas, sipas interceptimeve, tani nuk kemi më hamendje, sipas interceptimeve të antimafjes italiane, të publikuara në një libër që ka dalë këto ditë, është zhvilluar me datën 19 janar të vitit 2019. Një grup ministra bashkëpunëtor të narkoterrorizmit ndërkombëtar kanë udhëtuar me një charter në Aruba. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha ka reaguar në lidhje dhe me shkarkimin e kryebashkiakut Erion Veliaj. Në dalje për media, Berisha theksoi se edhe sklevrit do të ofendoheshin nga sjellja e këtyre që i shërbejnë Ramës.